Faleminderit për mbështetjen e madhe që i keni dhënë Kosovës në periudha shumë të vështira. 4 dekada pasi kishte paraqitur në Kongresin Amerikan rezolutën e parë për të drejtat e shqiptarëve në ish Federatën Jugoslave dhe një punë intensive në Washington në lobimin për liri dhe pavarësi të Kosovës, Gjo Diogordi bashkë me gruan e tij Shirley janë bërë shtetas të Kosovës. Ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës Albulina Haxhiu më 24 gusht u dorëzoi atyre dekretin e shtetësisë gjatë një takimi të organizuar në presidencën e Kosovës. Kaq ndërlikuar ka qenë që të bëhet një shtet si Kosova. Tani duam që ta kemi një Kosovë kombëtare. Nuk na nevojitet vetëm një shtet, na nevojitet një këmbë. Dhe ai këmbë tani po sulmohet nga armiqt e shqiptarëve. Kosova ka histori, shqiptarët kanë histori, jo të nisjes së dhunës së asnjë lloji, jo të përfshirjes në aktivitete ushtarake, por në këtë rast kishim mundësinë, domethënë që të mbronim të gjithë, sepse të gjithë ishin në rrezik. Kosova është shtet i ri, por para se të ishte shtet dhe para se ta fitonte lirinë, kishte njerëz që i dolën Zot, ndaj ne kemi për detyrë të mos harrojmë kush janë ata njerëz. Gjo dhe Shirley Diogordi janë ndër ata miq që Kosova i pati pranë para se emri i saj të zinte vend në agjendën e politikës amerikane. Faleminderit për mbështetjen e madhe që i keni dhënë Kosovës në periudha shumë të vështira. Por si filloi historia e Gjo Diogordit? Ishte vitin 1984 kur 44 vjeçari Gjo, një kontabilist nga Bronxi i New Yorkut, u zgjodh antar i dhomës së përfaqësuesve. Një vit më vonë, në një ceremoni ditëlindjeje, ai do të zbulonte rënjet e tij. Biografia e tij tregon se ai është djali i një shqiptari, paraardhësit e të cilët kishin emigruar në Itali, shekuj më parë, ndërsa baboi i tij Gjo u largua nga Italia për në Amerikë. Duke gëzuar për krohje të mëdha nga shqiptarët në Amerikë, Gjo Diogordi paraqiti rezolutën e parë në Kongresin Amerikan për të drejtat e shqiptarëve në ish Jugosllavi. Një ditë më vonë, edhe senatori Bob Dole e paraqiti të njëjtën rezolutë në Senatin e Shteteve të Bashkuara për shkak të miqësisë që kishte me Gjo Diogordi. Ky veprim i Diogordit dhe Dolit do të shkaktonte lobime të shumta serbe për të bindur mbështetësit e tyre në Departamentin e Shtetit për bllokimin e kësaj rezolute, për të cilën Gjo do të vazhdonte lobimin e drejt për drejt të më shumë se 100 anëtar të Kongresit për të siguruar mbështetjen e tyre. Gjo Diogordi mbajti 2 mandate në Kongresin Amerikan, nga viti 1985 deri më 1989. Në mandatin e dytë dhe të fundit në Kongres, prap me Bob Dolein, që për kratin e Senat kishte paraqitur rezolutë më të zgjeruar për shqiptarët e Kosovës. Në kohën kur në Kongres do të mbajë seanca e parë dëgjimore për Kosovën, Jugoslavia po udhëhiqej nga Miloševiqi. Fundi viteve të 80-ta, do e gjente Diogordin jashtë Kongresit duke themeluar Ligën Shtetare Shqiptare Amerikane, si dhe duke vazhduar insistimin deri në ndryshimin e qasjes së Departamentit të Shtetit ndaj shqiptarëve në Jugosllavi, veçanërisht të atyre në Kosovë. Fillimi viteve të 90-ta shënoi angazhimin e tij më të madh për çështjen e shqiptarëve në Kosovë, duke organizuar vizita në Beograd, Kosovë, Shqipëri, Maqedoni e Malzi, si dhe duke sjellur në Kosovë kongresmen amerikan. Po ashtu, insistimi i Diogordit të bashkëpunimit me kongresmen do i rregullonte raportet e SBA-s me shqiptarët e Kosovës, ndërsa do e distanconte me Slobodan Miloševiqin, të cilit në Senatin Amerikan i u drejtua si Hitleri i ri. Fillimi i viteve të 90-ta shënon udhëtime të shumta të Diogordit në vende të ndryshme të botës, duke lobuar për çështjen e Kosovës, ndërsa arrin që në Kongres ta paraqes një rezolutë për pavarësinë e Kosovës, si dhe ndalimin e ndihmës ekonomike amerikane për Serbinë. Çështja e Kosovës duket se e kishte bashkuar Gjojin me Shirley Cloys, e cila para martesës dhe angazhimit në Ligën Shtetare të Diogordit po punonte në librin Jugoslavia's Ethnic Nightmare, libër i cili synonte të asillte lexuesve amerikan këndvështrimin e opozitës kundër Miloševiqit dhe kundër luftës brenda ish Jugosllavisë. Gjoj mbajti takime të shumta me përfaqësues të Kosovës, duke filluar nga Ibrahim Rugova, Adem Demaçi e shumë përfaqësues të cilët lobonin për çështjen e Kosovës e deri te përfaqësues të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Mbështetja e çiftit Gjo e Shirley Diogord bëhej nga konferenca për shtyp nga vende të ndryshme të botës në kërkesa për rezoluta në Kongresin Amerikan.
dhënien e dëshmive për ngritje të aktakuzës ndaj Miloševićit para Komisionit të Helsinkit e lobimin në Komisionin Evropian për Kosovën. Një pjesë e jetës së çiftit Diogordi duket se ka shkuar duke u angazhuar për çështjen e shqiptarëve në Ballkan, edhe pas përfundimit të luftës dhe shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Shirley Diogordi, në korrik të vitit 2008, botoi artikujt Kosova në mshirë të fotit, plani i Ahtisarit, kavjat e mtër dhe shpëtimi i Kosovës, në të cilët argumenton se Kosovës i mungonte sovraniteti i mirëfill dhe se elita e saj politike dohej të ndalonte së mbështeturit të Bashkia Ndërkombëtare për zgjidhjen e problemeve të vendit. Në shkurt të vitit 2012, Bordi i Ligës Qytetare Shqiptare-Amerikane publikoi deklaratën Shpëtimi i Republikës së Kosovës, në të cilën u trajtua synimi i Serbisë, qëndorja faktike e veriut të Kosovës, të shndrohej në një realitet juridik dhe i bënte thirrje qeverisë së Kosovës të kundërshtonte heqjen e emërtimit Republik si kusht për pjesëmarrjen në takimet rajonale. E sot, kur ata janë shtetasit më të rinj të Kosovës dhe qartë duket se kanë arritur një moshë të shtyrë, çifti Diogordi akoma vazhdojnë të kujdesen për shtetin e ri të tyre. Është koha që ta mbrojnë vendin që njerëzit që dikush tjetër të mos ua marrë.